Në këtë edicion do të ndiqni. Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e sotme ka vendosur që javën e ardhshme të mbahet seanca rregullt plenare, kundër tjerash do të debatohet për gjendjen me pandeminë COVID-19 dhe sigurimin e vaksinave anti-Covid. Kjo pas kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës. Pesdhjetë familje nga komuna e Gjakovos kanë përfituar pako ushqimore të dhuruara nga organizata turke Tika. Në ndarjen e këtyre pakove ka marrë pjesë edhe nënkryetari i komunës së Gjakovos, Flamur Fetahaj, i cili duke i uruar të gjithë qytetarëve muajin e shenjtë të Ramazanit, ka shprehur falënderime dhe mirënjohje për organizatën Tika. Personat të cilët hedhin mbeturina në hapësira publike do të ndëshkohen me gjoba. Një takim që u mbajt sot mes përfaqësuesve të stacionit policor në Gjakov dhe Kuvendit komunal u diskutua për planin operativ. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se këtë javë presin nga institucionet dhe shoqëria civile që deri të enjtën t'u dërgojnë emrat e përfaqësuesve të tyre për të filluar me formimin e grupit punues për vettingun në Kosovë dhe më pas krijimin e një koncept dokumenti. Haxhiu gjatë tryezës së diskutimit me temë sundimi i ligjit në Kosovë, cilat janë prioritetet e qeverisë së re, organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike. Ajo tha se përmes vettingut në Kosovë duan që ta kthejnë besimin e qytetarëve te sistemi i drejtësisë. Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e sotme ka vendosur që javën e ardhshme të mbahet seanca rregullt plenare, kundër tjerash do të debatohet për gjendjen me pandeminë COVID-19 dhe sigurimin e vaksinave anti-Covid. Kjo pas kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës. Këto e bëri të ditur ushtruesja e detyrës së shefes së grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, e cila tha se seanca do të mbahet të hënën në orën 10. Të hënën, me 26 prill do të ketë seancë të rregullt të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në të cilin e mesin e tjerave është përfshirë edhe kërkesa për debat të grupit parlamentar të Partisë Demokratike lidhur me gjendjen e pandemisë COVID-19 në Republikën e Kosovës. Inicimin e kërkesës së PDK-s për debat parlamentare mirëpriti Abelar Tahiri, i cili adresoi edhe kritika ndaj qeverisë Kurti për menaxhimin me pandeminë dhe vonesat në sigurimin e vaksinave anti-Covid-19. Kjo është një çështje jashtëzakonisht urgjente. Kemi shpreh pakënaqësinë dhe kemi shpreh mëlefin tonë në vazhdimsi që jemi ndër vendet e fundit në botë, pra që ende nuk e shohim një dritë në fund të tunelit sa i përket sigurimit të vakcinave në Republikën tonë. Fatmirësisht tashmë kemi disa lajme të mira nga institucionet të rëndësishme, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po kurse se nuk po shohim një angazhim më serioz, që po shohim angazhim të gjitha institucioneve në rajon, pra duke përfshirë Shqipërinë, duke përfshirë Maqedoninë, duke përfshirë Malnezi, duke përfshirë Serbinë, pra në sigurimin e vakcinave. Para këtij debati parlamentar, shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri kërkoi që ministri i Shëndetësisë Arben Vitia të raportojë në Komisionin për Shëndetësi. Kërkojmë që një raportim i tillë të ndodhë sa më shpejt si para përgatitje e një debati pastaj në seancën e Kuvendit sa i përket pandemisë. Qeveria së shpejti do të prezantojë qëndrimin e saj për dialogun me Serbinë, është shprehur Kusari Lila. Kërkesa e kryeministrit Albin Kurti për ndalimin e procesit të privatizimit nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka nxitur debat sot në Kuvendin e Kosovës ndërmjet deputetëve të pozitës dhe opozitës. Derisa ndalimi i procesit të privatizimit nga ana e kryeministrit Albin Kurti u vlerësua nga deputetët e opozitës si antikushtetues. Në mbledhjen e Komisionit për Ekonomi, deputeti i AAK-s Palekaj tha se vetëm Kuvendi i Kosovës si ligjvënës mund ta ndalojë këtë proces, e jo qeveria. Asnjë mënyrë nuk ka guxuar kryeministri ta ndërpres ad hoc AKP-n, veprimtarinë e AKP-s. Dhe mendoj që kjo nuk di no comment.
Lidhur me këtë deklarat ka reaguar deputetja Mimoza Kusari Lila, e cila tha se nuk është shkelje flagrante kërkesa kryeministrit Kurti. Deputetja nga vetëvendosje Kusari Lila tha se kryeministri në kërkesën publike ka kërkuar ndalje të aktivitetit, nuk ka kërkuar plotësim ndryshim ligji, pasi sipas saj ka parë që brenda AKP-s është shtuar aktiviteti shitjeve, i likuidimit, i dhënies me qira që ka qenë në kundërshtim edhe me praktikat dhe ritmin e punës së tyre muaj më parë. Në 4 komuna në veri ne kemi një vrim të zezë e cila ende vazhdon të shkaktoj disbalans në këtë rast të kosti. Ky konsum i pambuluar në veri, por edhe të kërkojmë nga organet e sigurisë dhe nga organet e rendit që të bëjnë hetimin mbi rritjen e konsumit të vazhdueshëm në veri. Informatat aktuale të konsumit në veri tregojnë se në veri të Republikës së Kosovës është rrit konsumi i energjisë. Ne nuk kemi pas shtim të popullsisë në veri, nuk kemi pas zyrtarisht shtim të aktivitetit ekonomik, që do të thotë se kemi ilegalisht shtim të konsumit të energjisë. A janë operator nga jugu që shkojnë në veri të prodhojnë, apo kush është duke konsumu rrymen në veri? Ndërsa kryetari i komisionit Ferhat Shala tha se qeveria nuk mund ta ndalë privatizimin në mënyrë arbitrare. Edhe Shala potencoi se vetëm kuvendi mund të bëjë ndryshime për AKP-n. Unë propozoj që ne ta vizitojmë edhe kostin, edhe ta kemi në takim ministrën për të pa dhe ku ka shku me përgatitjen e planit, dhe ku ka shku me çështjet e ngritura sepse kosti me sa pash i ka adresuar njëta shqetësime dhe ekzekutivit. Komisioni vendosi që për mbledhjen e ardhshme të aftojnë në raportim bordin dhe drejtorin e AKP-s. Pesdhjetë familje nga komuna e Gjakovës kanë përfituar pako ushqimore të dhuruara nga organizata turke Tika. Në ndarjen e këtyre pakove ka marrë pjesë edhe nënkryetari i komunës së Gjakovës Flamur Fetaj, i cili duke ju uruar të gjithë qytetarëve muajin e shenjtë të Ramazanit, ka shprehur falënderime dhe mirënjohje për organizatën Tika. Në Gjakovë janë shpërndar 50 pako ushqimore për nënat vetushqyese të kësaj komune. Këto pako ishin donacioni organizatës turke Tika. Nënkryetari i Gjakovës Flamur Fetahaj falenderoi këtë organizatë për ndihmën që po i ofron nënave vetushqyese gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Falenderojnë me organizatën Tika, shtetin turk që vazhdimisht ka ndihmuar qytetarët e Kosovës, ka ndihmuar Kosovën. Pra, sot do të shpërndahen 50 pako ushqimore për nënat vetushqyese, që është një e mirë për shkak se këto pako ushqimore që shpërndahen sot, këto shkruhen për të mirë të i Zoti. Ndërsa shefja e zyrës së Tikas në Kosovë, Aylin Özçivçi, theksoi se kjo është shenjë solidaritetit të popullit turk gjatë këtij muaji që ndryshe njihet edhe si muaj i solidaritetit. Bu sene Tika ve Türkiye olarak këtë vit ndihmë si Tika dhe Turqia jemi duke i organizuar në konceptin e sofrës së erenëve. Sofra e erenler do të thotë Yunus Emre, do të thotë solidarizim. Nënat që përfituan nga një pako ushqimore u shprehën falënderuese për këtë ndihmë shumë të nevojshme për to. Edicionin e vazhdoj me lajme të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës do të vëzhgojë zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri. Një delegacion i KQZ-s në përbërje të cilit do të jenë antarët e këtij institucioni dhe një staf nga sekretariati do të shohin nga afër edhe implementimin e votimit elektronik në një zonë të caktuar të Tiranës. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi deklaroi se angazhimi i tyre nuk do të jetë vetëm ditën e zgjedhjeve, por edhe më herët, kur janë planifikuar takime me KQZ-n e Shqipërisë, pikërisht për ndryshimet që pritet të implementohen në zgjedhjet e së dielës në Tiranë. Elezi tha se vëzhgimi i zgjedhjeve të 25 prillit është edhe fryt i bashkëpunimit shumë të mirë që ka KQZ-ja e Kosovës me atë të Shqipërisë. Në përbërje të delegacionit KQZ-s që do të qëndroj gjatë fundjavës në Shqipëri, do të jenë antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por sigurisht edhe staf nga sekretariati KQZ-s, të cilët do të thotë jo vetëm gjatë ditës së zgjedhjeve, por edhe më herët do të zhvillojmë takime të ndryshme me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve atje, me trupa të caktuara zgjedhore,
për të parë do të thotë kryesisht se si do të bëhet implementimi i këtyre risive në procesin zgjedhor në Shqipëri. Eliezi konfirmoi se implementimi i votimit e numërimit elektronik që do të bëhet për herë të parë në Shqipëri është një gjë që intereson edhe KQZ-s së Kosovës. Ai shtoi se do të përqendrohen kryesisht për të parë se si do të zbatohet ky proces në praktikë. Vëmendje e veçantë gjatë procesit të vëzhgimit do t'i kushtohet sidomos kësaj fushë, do thotë identifikimit elektronik të votuesve që do të bëhet në të gjitha qendrat e votimit, si dhe votimin dhe pashtu numërimin elektronik të fletvotimeve në një zonë të caktuar në kryeqytet, do thotë në Tiranë. Mirë po, është ky vëzhgim nga afër sistemit elektronik një paralajmërim se shumë shpejt një sistem i tillë do të implementohet edhe në Kosovë. Eliezi thotë se KQZ në vazhdimsi është munduar të përdorë teknologjinë brenda kornizës aktuale ligjore për të përmirësuar proceset zgjedhore në vend. Sipas si implementimi i mundshëm i identifikimit, votimit dhe numërimit elektrik në Kosovë duhet të paraprihet nga një studim dhe analizë më e thellë e që duhet të pasueshin edhe me ndryshime ligjore. Risia radhës në zgjedhje shqiptare parashikon që për herë të parë 23.619 votues në Tiranë do të kenë mundësi ta ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes dhe të numërimit të votave në mënyrë elektronike. Asociacioni i komunave të Kosovës po kërkon vazhdimisht që të rritet buxheti i komunave. Ai ka shtuar se komunat kanë kërkuar nga qeveria që para se të marrin masa për situatën epidemiologjike të gjendet një balancë në mes shëndetit publik dhe ekonomik. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha se kanë kërkuar që buxheti i komunave të rritet duke shtuar një grant shtesë. Ibrahimi tha se kanë kërkuar që të shtohet edhe një grant për komunat. Neve si Asociacioni Komunave të Kosovës kërkojmë gjithnjë që buxheti ndaj komunave të rritet. Njëherë për njëherë është rreth 25.3-7% e mjeteve financiare që aje dërgojnë në nivelin lokal. Neve kërkojmë që kjo përqindje të shtohet, sepse jeta qytetare zhvillohet në nivelin lokal. Gjithashtu kemi kërkuar që përveç 3 granteve kryesore të cilat janë me ligjin për financa lokale të parapara njëherë, granti përgjithshëm, granti për shëndetësi dhe granti për arsim, të shtohet edhe një grant i cili do të jetë në mënyrë ekskluzive 100% për komuna. Tutja i thotë se komunat kanë kërkuar nga qeveria që para se të marrin masa për situatën epidemiologjike të gjendet një balans në mes shëndetit publik dhe ekonomik. Për këtë arsye, kryetarët e komunave gjithmonë kanë kërkuar që të gjendet një balancë në mes shëndetit publik dhe atij ekonomik. Kjo ka qenë kërkesë kryesore. Neve si asociacion kemi kërkuar për herë të parë që të fillohet liberalizimi i masave. Do të thonë në verën e vitit kaluar, ku kryetarët kanë konsideruar në qeverinë Hoti që është momenti që për shkak edhe të përmirësimit të motit në atë kohë, që të fillohet pak liberalizimi i masave, që gastronomia të fillojë të marrë frymë pak lirshëm, sepse është konsideruar nga kryetarët e komunave që një përqindje jashtëzakonisht e lartë e të punësuarve janë të ri nga Republika e Kosovës dhe angazhimet e tyre kanë qenë në fushën e gastronomisë. Në këtë rast ne konsiderojmë që ka pasur pengesa sa i përket konsultave me nivelin lokal, theksoi tutje ai. Persona që hedhin mbeturina në hapësirat publike do të ndëshkohen me gjoba. Një takim që u mbajt sot mes përfaqësuesve të stacionit policor në Gjakov dhe kuvendit komunal u diskutua për planin operativ. Një takim ndërinstitucional mbajtën sot përfaqësues të stacionit policor në Gjakov, përfaqësues nga kuvendi komunal, gjithsesi nga sektori për menaxhimin e mbeturinave, si dhe përfaqësues të kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati. Tema e diskutimit ishte plani operativ në mes të gjithë akterëve lidhur me udhëzimin administrativ për ndëshkime të gjobave mandatore në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Nga këtu tha se bashkëpunimi në mes të policisë së Kosovës dhe kuvendit komunal do të vazhdojë. Ne fillimisht do të fillojmë me aksionet simbolike tona në kuadër të ditës së tokës e cila është me 22 prill dhe pastaj do të bëjmë plane operative që do të jemi në terren dhe do të paralajmërojmë dhe apelojmë të qytetarët që të kenë kujdes dhe të ruajnë ambientin.
për ata qytetarë të cilët nuk do të respektojnë ligjin, atëherë do të shqiptojmë gjobat mandatore, për të cilat jemi kompetent edhe njëherë po përsëris policia, inspektorët komunal dhe të autorizumit nga kryetari i komunës, si dhe inspektorët nga Ministria e Mjedisit. Udhëheqësja e sektorit për menaxhimin e mbeturinave Albana Hana Bakalli tha se në kuadër të garës për Gjakov të pastër do të ketë edhe aktivitete të tjera që do të organizohen në partneritet me Policinë e Kosovës dhe njësi të tjera. Kemi bisedu po udhëzimin administrativ për gjobat mandatore, ku do të fillojmë një plan operativ për shqiptimin e gjobave mandatore për të gjithë qytetarët e papërgjithshëm. Gjithashtu bisedume edhe për datën 22 prill, ditën e tokës, ku i kemi 3 aktivitete, të cilët në shej falëndërimi Policia e Kosovës do të vjen dhe të në bashkangjitet në gjitha aksionet që i kemi para po. Për të gjitha ata që ndodhin mjedisin, gjobat mandatore janë nga 20 deri në 200 euro. Sipas udhëzimit administrativ, gjobat janë paraporne prej 20 euro deri 100 euro, ku janë të autorizuar inspektorët komunal, Policia e Kosovës dhe inspektorët e Ministrisë Mjedisit, ku të gjithë janë obligativ që të shpjeptojnë gjoba mandatore. Policia e Kosovës dhe inspektorët komunal do të jenë gjatë tërë kohës në terren për të parandaluar hedhjen e mbeturinave në hapësirat publike dhe të gjelbëruara, po ashtu do të merren me eliminimin apo redukimin e ndotjes si dhe mbrojtjen e mjedisit, shëndetit dhe sipërfaqeve publike, u tha me këtë rast. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësim lidhur me gjetjet e organizatës Reporterët pa kufinj për gjendjen e lirisë së mediave në Kosovë në raportin e publikuar për vitin 2021. Kosova është renditur në vendin e 78 në botë sa i përket lirisë së shtypit dhe qëndron më mirë krahasuar me disa vende të rajonit. Megjithatë, rënja që ka psuar Kosova për 8 vende në indeks dëshmon gjendjen reale jo të kënaqshme të lirisë së mediave në Kosovë. Njëjtë si vitin e kaluar, raporti evidenton paqëndrueshmërinë e vazhdueshme të mediave, ku pothuajse si gjithçka tjetër në vend, mbetet e ndarë në vija etnike. Aty theksohet se qasja në informacion shpesh është e kufizuar në një grup etnik ose politik, me shumicën e mediave që raportojnë kryesisht për çështje që kanë të bëjnë me kombësinë e tyre. Disa nga shqetësimet e përbashkëta sipas raportit janë sulmet fizike dhe verbale ndaj gazetarëve, sulmet kibernetike ndaj mediave online, si dhe mungesa e transparencës sa i përket pronësisë së mediave. Sipas indeksit të Reporterët pa kufinj, shumë media në Kosovë nuk kanë qëndrueshmëri financiare, gjë që i bën ato të ndjeshme ndaj ndikimeve politike. Shumë gazeta u ndaluan së botuari si pasojë e pandemisë COVID-19. Aty gjithashtu theksohet rasti i shoqërimit në polici i gazetarës Tatjana Lazravic, për çka pati reaguar AGK-ja. Fati shumë gazetarëve të vrarë dhe të zhdukur gjatë konfliktit të fundit të vitit 1999 mbetet ende i panjohur, gjithashtu përmendet në raport. Nga vendet e rajonit, sipas indeksit, Kroacia e ka rënditjen më të ulët në vendin e 56. Vendet tjera e kanë këtë rënditje: Malizi 104, Serbia 93, Shqipëria 83, Bosnia dhe Hercegovina 58. AGK-ja vlerëson se gjetjet e këtij raporti duhet të jenë alarm për institucionet e vendit në funksion të krijimit të një ambienti më të mirë dhe të sigurt të bërit gazetari. Pandemia ka vështirësuar mosimdhënien dhe mosimdhënien, sidomos në për zonat rurale. Kështu ka thënë mes tjera shefi inspektoriatit rajonal të arsimit Gjergj Gojani, i cili shtoi se janë shumë nxënës nga Shqipëria, respektivisht Tropoja dhe Bajramcuri, që vijojnë mosimet në komunën e Gjakovës. Pandemia ka vështirësuar mosimdhënien dhe mosimdhënien, sidomos në për zonat rurale. Kështu ka thënë mes tjera shefi inspektoriatit rajonal të arsimit Gjergj Gojani, i cili citoi se janë shumë nxënës nga Shqipëria, respektivisht Tropoja dhe Bajramcuri, që vijojnë mësimet në komunën e Gjakovës. Kryesisht në shkollat mesme të larta është që një numër i mësimdhënësve pak më të moshuar nuk e njohin teknologjinë, nuk e njohin sa duhet, por edhe ka dhe mungesë të teknologjisë, sepse le që nuk mund të kyqen, por gjendja ekonomike ka bërë që ata mos kenë as kompjuter që të kyqen në mësimin online. Por ne në Gjakovë kemi edhe nxënës nga Shqipëria, pra nga Bajramcuri, nga Tropoja,
zonë cila është edhe pa internet, edhe pa laptop, edhe kushtet ekonomike bojnë që mësimi online mos qeti suksesshëm. Gojani shtoi se ka pasur staf të mjaftueshëm për zëvendësimin e mësimdhënësve që janë infektuar ose kanë pasur probleme të tjera me shëndetin. Ma mërmenja që nuk ka pas ngeci sepse DKA-ja i ka zavendësuar mësimdhënësit edhe të smur me Covid edhe nxënësit atë mësimdhënësit e cilët kanë qenë pra të moshuar janë zavendësuar, nuk ka pas në ngecje që duhet theksuar për këtë çështje. Pasi që mësimi ka filluar me prani fizike nëpër shkolla, Gojani ka theksuar se nuk ka hasur në ndonjë parregullsi dhe se puna po vazhdon mirë duke respektuar vendimet e qeverisë. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni. Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e sotme ka vendosur që javën e ardhshme të mbahet seanca rregullt plenare, kundër tjerash do të debatohet për gjendjen me pandeminë Covid-19 dhe sigurimin e vaksinave anti-Covid. Kjo pas kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës. Pesdhjetë familje nga komuna e Gjakovos kanë përfituar pako ushqimore të dhuruara nga organizata turke Tika. Në ndarjen e këtyre pakove ka marrë pjesë edhe nënkryetari i komunës së Gjakovos, Flamur Fetahaj, i cili duke uruar të gjithë qytetarëve muajin e shenjtë të Ramazanit, ka shprehur falënderime dhe mirënjohje për organizatën Tika. Personat të cilët hedhin mbeturina në hapësira publike do të ndëshkohen me gjoba. Një takim që u mbajt sot mes përfaqësuesve të stacionit policor në Gjakov dhe Kuvendit komunal u diskutua për planin operativ. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, për më shumë vizitoni portalin syrivizvision.tv. Natën e mirë.